Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e emisionit Shqipëria Loton, Gjirokastra zgjedh. Sot do të jemi me dy kandidatët e Partisë Social-Demokrate që garojnë në qarkun e Gjirokastrës, që janë Hekuran Alia dhe Dimitër Dinaj. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u Unë do doja fillimisht nga ju një prezantim të shkurtër. Kush jeni, me çfarë merreni e të tjera, për të gjithë ata që na ndjekin, ose më saktë për të gjithë zgjedhësit. Unë jam Hekuran Alia, vi nga Tepelena, lindur dhe rritur në Tepelen, shkollën fillore në Tepelen, të mesmen në Fier, dhe të lartën në Gjirokastër. Kam emigruar në Itali për një farë kohë, dhe në 2006, dhe jam kthyer në Shqipëri për të vazhduar jetën time familjare këtu. Duke marrë me një biznes tim privat. Vazhdojmë të jetojmë këtu, me fëmijë këtu, pjesë e komunitetit të qytetit të Pelenës. Po? Unë quhem Dimitër Dinaj, për shumë vjetë kam jetuar jashtë shtetit, emigrim, kam 20 vjetë që jam kthyer, kam hapur biznesin tim, jam babaj 3 kalamajve, të cilët i shkolloj këtu në qytetin e Gjirokastrës, kontribuojmë këtu për dita. Kam një studio prodhim dhe shitje reklamash. Po thuaj se në Gjirokastër njihemi pak a shumë me pjesën e biznesit. Dhe pse pikërisht zgjodhët logon e PSD-s për të garuar, pra në zgjedhjet parlamentare të 11 majit? Atëherë PSD-ja është një parti që e ka zana fillën nga Gjirokastra që në vitin 1943, nga mysin e Kokalari, por unë jam bërë pjesë e PSD-s që në 2021. Do me thënë vazhdojmë në këtë logo, duke qenë administruesi i PSD-s për qarkun e Gjirokastrës, dhe mendojmë që është fuqizuar dhe shtuar, siç fuqizohet edhe në qarqet tjera të Shqipërisë, edhe në Gjirokastër duke marrë për masat e saj janë, duke parë politikat e vjetra të PS-s dhe të PD-s të dështuara për mendimin tim. Mendoj që është një parti me energji të reja, me fuqi të reja, e pa përlyer me korrupsionin që ka mbuluar këtë parti që është në qeverisje, po si edhe partia tjetër e cila po pret radhën, sepse edhe thirrjet e Partisë Demokratike ato janë të njëjtat gjëra janë që tani kemi radhën ne. Do me thënë, pasi të mbarojnë këta korrupsionin e tyre, do të kalojnë këta për të bërë korrupsion. Mendoj se jemi një parti e qendrës që në boshtin e saj ka familjen, dinjitetin e njerëzve dhe e fokusuar tek njerëzit në nevojë, duke pasur parasysh edhe karakterin e kryetarit, një njerëz që mbështet shtresat që ka nevojë për më shumë. Unë përfaqësoj më tepër, ose me ballë hapur, PSD-n sepse është një nga partitë që është nga njerëzit dhe drejtohet për njerëzit. Nuk është një parti e cila është ka qenë në pushtet dhe ka dhënë veten, siç e kanë tejkaluar të gjitha partitë. Qoftë të tre ato që kanë qenë, po thuaj se PS-PD, LSI. Partia tonë është një parti që i drejtohet familjes, siç tha dhe zotria, i drejtohet njerëzve në nevojë dhe shpresojmë që me votën e tyre ne t'u tregojmë se kush është partia tonë, se nuk na e kanë dhënë gjë tani shansi. Shumë bukur. Sigurisht që edhe PSD-ja ka programin e vetë për që kërkon ta zbatojë në 4 vitet e ardhshme, kuptohet. Cilat janë, të themi, prioritetet e këtij programi? Disa nga pikat kryesore ku... Një nga pikat më kryesore të PSD-s është gjithmonë të shtresat të nevojë. Tek ngritja e pensionit, tek asistenca për njerëzit që kanë nevojë për mbështetje, për ata që nuk janë të mundur, që kanë probleme shëndetësore, për subvencionet në ilaçet. Kjo është pjesa kryesore që është baza që unë mendoj që do të jetë arma jonë më e fortë dhe drejtimi jonë. Dhe lufta kundër korrupsionit. Kjo është një e keqe e madhe që ne mendojmë që është në programin tonë.
Atëherë unë do të nis nga vetja, siç ishte te libri Nietzsche, thotë unë jam pragu, unë do të nis nga vetja. Atëherë unë kam dy prindër, të cilët marrin një pension, njëri ka kontribut 20 vjet dhe tjetri ka kontribut 24 vjet. Dhe marrën, njëri merr 96 dhe tjetri merr 98.000 lekë. Kam dhe një vëlla që është aksidentuar në 98 dhe merr një ndihmë ekonomike prej 70.000 lekë të vjetra. Është i divorcuar, ka një kalama, dhe me ato 70.000 lekë çfarë duhet të bëjë ai person? Domethënë po e nis nga vetja, nuk po e nis nga pragu tim. Kështu që ne më tepër jemi tek ajo pjesë. Domethënë duam që të njihet të paktën minimumi etik. Të filloj pas 30 vite, mos thom më shumë, po 30 vitesh, të njihet një minimum etik. Taksa tona ku vjen? Unë jam taksapagus 20 vjet. Ku shkojnë këto taksa? Taksë në çdo lloj lëvizje, si gjithë ne, se po flas për veten duke përfshirë si gjithë, të gjithë komuniteti. Gjithë komuniteti. Kemi një taksë që ne nuk dim ku shkojnë këto taksa. Dhe ne kemi njerëz që vuajnë, se po dalëm pak jashtë rrethit. Unë përmenda veten time, nuk dua të dal jashtë asaj. Domethënë po spash aty, nuk kam sepse vete, s'kam si vete jashtë. Ky është programi tonë. Ne do shikojmë njerëzit që janë nevojë, domethënë stresat që kanë nevojë për ne. Si po e zhvilloni fushatën, sepse shumë nuk ju kemi parë nëpër media, nëpër takimet. Ne fushatën e zhvillojmë shumë lirshëm me njerëzit tonë, me njerëzit që njohim, duke i takuar, duke i bërë, po këtu në Gjirokastër ka një problem të madh. Këtu ta imagjinoni që nuk, domethënë, dhe janë të gjithë të ngridhur. Domethënë ne ishim dje në një mbledhje në Saran dhe mua bëri përshtypje që e mbledhur te partia tonë. Kurse këtu nuk dalen. U thua që të bizetosh dhe në kafe nuk vinë njerëzit. Domethënë janë të gjithë të ngridhur dhe nuk e di si mund ta quaj. Ka një intimidim të madh nga njerëzit që janë në pushtet tani, duke intimiduar njerëzit për mos dalje, për mos duke i gjykuar ose duke i mbajtur për vendin e punës peng, mendoj unë, për një punë të cilën u kanë hedhur tamam si një zinxhir në qafë shumicës së njerëzve. Unë mendoj që kjo është frika që njerëzit i bën për të mos bashkëpunuar me neve hapur, por neve kemi gjetur, sepse shumë njerëz unë shikoj që kur ulemi dhe flasim me ta të gjithë mendojnë si ne. Pastaj për të dalë dhe për të folur hapur, është ajo pjesa tjetër e presionit që bëhet nga njerëzit që janë në pushtet, nga administrata, që është në shërbim jo të njerëzve, por në shërbim të partisë, dhe gjithë problemi është ky. Prandaj dhe fushata jonë është pak si e qetë, jo e dukshme shumë, sepse mbasi ne kalojmë, pastaj ka probleme njerëzit të cilët ne takojmë. Kjo që në arsyeja e mënyrës tonë të fushatës. Ka një presion dhe nuk lën gur pa lëvizur në përgjithësi. Dhe po të na shohin që pim kafe me një person, ata do t'i nisën një ose dikë dhe në çdo lloj mënyre u bëjmë presion. Kaq kemi kuptuar nga kjo fushatë. Po me diasporën, sa është punuar nga ana juaj? Normalisht në rrjetet sociale, me të afërmit tanë, me shoqëri, me miqësi. Partia tonë shkoi dhe në Itali para pak kohësh, e bëri një takim aty, kurse nga pjesa tonë këtej nga jugu në Greqi me ata njerëz që kemi, shpresojmë të na mbështesin. Mendoj se do të kemi goxha prurje edhe nga diaspora, sepse andaj njerëzit janë pak më të qetë, nuk janë të intimiduar si këtu, dhe me sa kam parë, kam ndier atë pjesën pozitive ndaj nesh të shumë njerëzve që janë në diasporë. Mendoj se do të kemi goxha prurje edhe nga diaspora. Do të kemi një peshë mirë e diasporës në drejtimin tonë. Mendojmë sepse edhe pozicioni i PSD-s është një pozicion më i rehatshëm për të gjithë ata njerëz që e shikojnë PS-n si një rrjet hajdutësh thasë. Dhe PD-n si një gjë të pashpresë ku vazhdojnë me të njëjtat gjëra të vjetra të asaj kohe, siç kanë qenë, që është vazhdimi i PD-s së vjetër. Kështu që PSD-ja është një parti me njerëz të rinj, me energji të reja, duke menduar që
politika duhet jetë në shërbim të qytetarëve, jo qytetarët në shërbim të politikës. Atëherë dhe mesazhi i fundit që keni për zgjedhësit e qarkut të Gjirokastrës. Okej, unë do të flas më shumë, mesazhin e kam më shumë për zonën time, nga që vi nga Tepelena dhe e njoh me detaj çdo gjë dhe jemi rritur aty. Do të flas më shumë për Tepelena. Tepelena është një qytet me bukurinë natyrore, me një kala të lashtë, e boshatisur komplet nga njerëzit. Tepelena ku janë investuar thonë 65 milionë euro dhe 65 milionë euro kanë bërë detyrimin e njerëzve për larguar nga Tepelena. Tepelena ku janë hedhur 65 milionë euro investime dhe asnjë biznes nga Tepelena nuk arriti do të mirte asnjë qind. Çdo gjë që u zhvillua, çdo tender, çdo investim që u zhvillua në Tepelen, asnjë tepelenës nuk mori dot pjesë. E gjitha ajo xhiro lekësh e përdorur për ngritjen ekonomike të qytetarëve të Tepelenës, për zhvillimin e vendit, shkaktoi boshatisjen e qytetit të Tepelenës. Shkaktoi marrjen peng të çdo pasurie në Tepelen. Asnjë qytetar i Tepelenës nuk është bërë pjesë e pasurive të Tepelenës. Janë ndarë tokat në kadastra shtet vetëm me 99 vjetë qira e ka marrë vetëm administrata e Tepelenës. Ata njerëz që kanë lidhje vetëm me administratën e Tepelenës. Ato toka që janë marrë pa lek, që është pasuri e gjithë tepelenësve, që janë marrë vetëm nga administrata, i kanë futur në zhvillim, me fundin e zhvillimit vetëm prapë për njerëzit që punojnë në administratë. Gjë që janë në kundërshtim me ligjin dhe që do të jenë dhe pjesë e denoncimit që do të bëjë Partia Social-Demokrate. Kjo është Tepelena që unë po flas, e shitur e gjitha me përqindje në njerëz, një levatrisje e përdorur për të marrë lekët grupimi i atyre që janë pushtet. Ky është mesazhi që unë do jap për tepelenësit. Mos votoni më PS, votoni Partinë Social-Demokrate, votoni një qytetar Tepelenas që do të flasë për këto gjëra dhe nuk do të jem një deputet që do të flasë, do të jetë në shërbim të partisë. Do të jem një deputet që do të jetë në shërbim qytetarëve. Atëherë mesazhi juaj? Atëherë mesazhi tim është ky që u drejtohem qytetarëve të mi, nëse ndjejnë që duhet ta bëjnë ndryshimin, dhe te pjesa që të gjitha këto partitë politike që kanë kaluar nga qyteti tonë nuk kanë dhënë kontribut që qytetarët tonë të jetojnë dhe të vazhdojnë jetën e tyre këtu, të rrisin kalamajt këtu. Unë këtë qytet e zgjodha vetë, nuk më zgjodhi, kur jam kthyer këtu. Dhe jam kthyer me nostalgji, se kam ikur 11 vjeç dhe jam kthyer 25 vjeç. Kështu që kam ardhur me atë ëndrrën time të fëmijërisë, se jam rritur në emigrim, për të jetuar dhe të krijuar këtu familje dhe të rrisja këtu kalamajt e mi. Po ne sot shikojmë që unë djalin e madh e kam 18 në 19 vjeç. Këtu nuk kanë të ardhme fëmijët tanë. Ne po i rrisim fëmijët tanë dhe po i përgatisim me gjutë huaja, me lloj-lloj gjërash për të nisur në emigrim. Që s'ka përse, se këtu ka pasuri sa duash, ka pasuri natyrore, ka turizëm, i ka të gjitha mundësitë që qyteti ton të mbaj jo kaq popullsi sa ka mbetur, po të mbaj 3 fishin e kësaj popullsie dhe 5 fishin e kësaj popullsie. Qarku i Gjirokastrës ka burime natyrore të paimagjinueshme, të cilat nuk shfrytëzohen. Në krajin ku jetoj unë ka lumej të cilët po i parthithin ose i përlajnë, ta them në gjuhë fare popullore, nuk po lën asnjë gjë pa glabëruar. Do të thënë, duhet bërë ndryshimi. Dhe t'i themi të gjitha këto njerëzit e din vetë. Në lagjen time ku unë banoj kanë ikur pothuajse të them 80% të bashkëmoshatarëve të mi. Arsyeja kush është? Se kanë ikë gjithë pas 2013-s. Është që këtu nuk jetohet më. Është bërë një vend i pajetueshëm. Për këtë arsye unë u drejtohem qytetarëve të mi që të bëjnë ndryshime dhe të votojnë Partinë Social-Demokrate numrin 11. Po, dhe një pyetje të fundit kam unë.
A mund ta shohim PSD-n në ndonjë koalicion pas zgjedhor? Ekziston kjo mundësi? Po patjetër që mund të bëj koalicioni, varet se si do të vinë gjërat. Normalisht kryetari është i orientuar më shumë nga Partia Socialiste, por është varet si do të vinë gjërat politike. Atëherë, ju falenderoj që ishit sot këtu. Faleminderit që na Ju uroj suksese. Faleminderit. Të nderuar shikues, edhe këtu bashkë do të ndahemi, miru takofshim në takimin e radhës.